Ku prindët i thonë, shuj se çajte doktor, ta i dhomën. Edhe Laj dhëmës se... Halaka? Laj dhëmës se shkote dentisti. Shumë herë deshta të ndalem domethënë te pjesa ku duhet të fillojmë mirëmbajtjen apo mbikëqyrjen e kujdesin, po. Pikërisht, domethënë prindat është më së miri se gjithçka fillon nga prindi. Tash kur i bën fëmia për shembull 1 vjet me dalin e dhëmbit para, apo diçka e tillë zakonisht prej ato duhet të filloj, nëse prindi nuk është i aftë apo i gatshëm, nuk e ka, se gjithmonë fillon nga neglizhenca, nga mosdia. Është mirë për shembull një konsult, një diçka me çutë stomatologu fëmin, pse jo me këshyr, edhe pse është mirë nga fillimi me këtë kulturë që mos me mbjell ajo frika e fëmijëve. Që është shumë e rëndësishme. Pikërisht. Me heq këtë fobinë te dentisti. Pikërisht, ne kemi domethënë problematike më të madhe që konsiderojmë tani kemi këtë me këtë fobinë e pacientave, sidomos tek fëmijët. Nuk është kanë them është mision i pamundur me disa, për shembull, që të mirësh me ta sepse nuk ka bashkëpunim apo diçka. S'ka bashkëpunim, nuk ka eksperiencë, s'ka përvojë, e takon dentistin për herën e parë kur dhëmbi ka dhimbje të madhe. Po, unë mendoj që kjo është gjithmonë fillon tash tek prindat. Prindërit janë ata të cilët duhet të kujdesen që fëmijët mos ta mbjell atë frikë. Të vi për shembull te dentisti, për shembull si te një person që ka më kujdes për ty. Se në praktikën tonë përditshme po flas. Më ka ndodhur me për shembull, ku prindët i thonë shuj se çajte doktor, ta i dhomën. Edhe Laj dhëmës se... Halaka? Laj dhëmës se shkote dentisti. Po vije puna për shembull me heq ose atë dhomën e çumshit që duhet ndoshta edhe patjetër me heq, atëherë e shoh që kena një ngecje të hatashme ato sepse ka puna tash me heq dhomën, qysh me heq dhomën, ose shuj ta jap nikcien atë. Po, definitivisht duhet një edukim shumë i mirëfillt me u bë me fëmijët dhe mos me u përdorur këto terme se